Jo shumë larg nesh në Maqedoninë e Veriut po zhvillohen protesta masive të studentëve për gjuhën shqipe. Është shumë e bukur. Është një nga aktivitetet për mendimin tim më entuziazmuese që po ndodh në hemisferën shqiptare. Mendoj që ishte si tush njëherë kur bëhet keq, është vetëm një mënyrë për të bërë mirë. Tani janë brezat super artikuluar, dinë se kush janë drejtat e tyre dhe këtu është një lloj konflikti etnik po edhe ignorant nga njëra anë, pra që nuk janë të edukuar se çfarë ndodh me pjesën tjetër të atyre që po jetojnë në shtetin e përbashkët. Kështu që mendoj për studentët ishte pikërisht ajo që thash, pra duke qenë në një sallë, duke qenë në një hapësirë, këta patën mundësi që fizikisht ta diskutonin me njëri tjetrin dhe dolën nga aspekti online. Dhe po t'i veshre ata janë shumë solidarë, se pavarësisht çfarë i thonë na jashtë, ky është i blerë, ai është i shitur. Ata duke qenë në një klasë, duke qenë në një hapësirë, ata e njohin njëri tjetrin. Ata e dinë që fjalët që thonë duhen vetëm të dekurajojnë protestat për interesat të atyre politikanëve që sot janë pushtet, apo të atyre që duan të vinë. Dhe mendoj që është kombinuar një aspekti fizik i të qenurit bashkë dhe dy, fakti që kam parë që askush tjetër nuk mund ta bëjë këtë për ta. Ndoshta protesta nuk ka humbur plotësisht, ndoshta ka ndryshuar forma e reagimit. Shqiptarët e kanë gjetë mënyrën për të protestuar duke u larguar. Unë mendoj që është protesta më e fortë, më pak eficiente, sepse në fund fare nuk sjell ndonjë produktivitet për ne që jetojmë këtu, por është shumë e fortë sepse nuk është për çështje ekonomike. Pra nuk është protesta viteve 90 ku po shkojmë sa për të fitu bukë në gojë sepse këtu nuk ekziston. Ndonjëherë njerëzit fitojnë në mënyrë proporcionale më pak duke jetuar në Gjermani apo në vendet të Bashkimit Evropian, por ama kanë këtë ndjesinë që janë në kontroll të jetëve tyre dhe jetët e tyre nuk janë pjesë e subjektivitetit të kujtdo i cili momentalisht ka një pushtet në dorë dhe ushtron atë në mënyrë ekstraligjore. Por mes largimit, heshtjes në rrugë dhe zhurmës online, pyetja mbetet e hapur, kur një shoqëri ndalon së protestuari, a është qetësi apo dorëzim?